Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U zgjova nga narkoza dhe e dija që diçka kishte ndodhur. U zgjova me një ndjesi shumë të shëmtuar. Një ndjesi e çuditshme sikur trupi im ishte kthyer përpara meje, por mendja kishte mbetur diku tjetër. Dritat e forta të dhomës më verbuan për disa sekonda. Zhurmat u përzien me një gumëzhim të pakuptueshme. E dija ku isha, por nuk ndihesha më brenda vetes. Ishte sikur diçka më ishte marrë pa më pyetur. Në fillim u përpoqja të bind veten se ishte normale. Narkozat të lënë disi të hutuar, trupi reagon ndryshe, ndjesit janë të çrregullta, por sa më shumë përpiqesha të gjeja arsye, aq më shumë rritej ndjesia e ftohtë në stomak. Një ndjesi që nuk kishte emër, por kishte peshë. Një peshë që nuk largohej. Kur mbeta vetëm në dhomë, fillova të dëgjoja trupin tim. Nuk po dëgjoja dhimbjen, por tensionin, një alarm i heshtur që më thoshte se kufijtë e mi ishin shkelur. Nuk kisha kujtime, nuk kisha pamje, kisha vetëm bindjen, dhe kjo ishte ajo që më tmerronte më shumë, fakti që nuk mund ta provoja më asgjë tjetër përveç vetes time. Dita pas operacionit u kthye në një mjegull të rëndë. Çdo mëngjes zgjohesha me ankth, çdo natë më zinte gjumi me vështirësi. Trupi im reagonte sikur kishte kaluar diçka traumatike, edhe pse askush nuk e pranonte. Më kapnin kriza paniku pa paralajmërim. Zhurma të vogla më trëmnin. Ndjeja trupin pa e ditur pse. Kur u përpoqja të artikuloja atë që ndjeja, fjalët më ngatroheshin. Si t'ua shpjegoja të tjerëve diçka që nuk kishte formë konkrete? Si t'u thosha se e dija pa pasur prova? Sa herë hapja gojën, ndjeja se po më shikonin me dyshim. Dhe dyshimi i tyre filloi të bëhej edhe dyshimi im. Më thanë se isha e ndjeshme, po e egzageroja. Trupi reagon ndryshe pas ndërhyrjeve. Ishte në kokën time, dhe për herë të parë fillova të dyshoja te vetja. Të pyesja veten nëse po e sajoja, nëse po kërkoja dhimbjen aty ku nuk ekzistonte. Por trupi im nuk haronte. Ai tension nuk u largua, as frika, as ndjenja e humbjes së kontrollit. Sa herë mendoja për sallën e operacionit, më merrej fryma. Sa herë shija një mantel të bardhë, ndjeja se po më mbyllej krahërori. Nuk ishte vetëm një përvojë mjekësore, ishte kthyer në diçka që më kishte ndryshuar. Më e dhimbshmja ishte vetmia. Jo sepse askush nuk më besoi, por sepse e kuptova sa e lehtë është të humbësh zërin tënd kur nuk përputhesh me protokollet. Ndjenja ime nuk kishte vend për asnjë raport. Ankthi nuk ishte mashtrim, trauma ime nuk ishte dokumentuar. Me kalimin e kohës pushova së kërkuari përgjigje nga të tjerët. Fillova të kërkoja mënyra për të mbijetuar, të rindërtoja një ndjenjë kontrolli mbi trupin tim. Të pranoja se ndoshta nuk do ta dija kurrë të vërtetën e plot, por që ajo ndjesi nuk ishte imagjinat. Sot ende nuk kam gjetur drejtësi, ende jam e paqartë. Por kam diçka tjetër, ndërgjegjen time. E di që ajo ditë më ndau jetën në dy pjesë, para narkozës dhe pas saj, para besimit dhe pas dyshimit, para pafajësisë dhe pas frikës. U zgjova nga narkoza dhe e dija që diçka kishte ndryshuar përgjithmonë.